grabitje e pronës shtetërore në mes të ditës. Kjo është shtëpia jonë, siç e shihni, unë s'kam bërë asnjë lëvizje deri në këtë moment, sepse kam menduar se mbase do kemi kohë që t'i heqim gjërat. Nuk mund ta besoj gjendjet aktuale që po ndodh me ne, po na nxjerrin nga shtëpit pa asnjë lloj dëmshpërblimi, pa asnjë lloj strehimi. Kam 3 çuna, një 25, një 23, kam edhe një 10 vjeçar. Ku t'i qoj ato? Ku do flem në sonde? 32 familje në lagjen 13 në zonën e plazhit në Durrës po lirojnë banesat pas ndërhyrjes së përmbarimit gjyqësor, që nga vitet 90 ata janë strehuar në vilat 36 dhe 38, pasi kishin statusin e të pastrehut. Trualli ku gjenden banesat e tyre hyri në procesin e kthim kompensimit të pronave, dhe që nga 2013 gjykata vendosi t'ju kaloj pronarëve. Banorët shprehen se nuk janë kundër shpronësimit, por mungesa e një zgjidhje për strehim nga institucionet do i çojë një herë mirë drejt largimit nga Shqipëria. Më vjen keq shumë për vendin tim që më duhet largohem sa e radhe përfundimisht, ndoshta pi ndonjëherë kështu kohë për ta vizituar, por siç e shikoni edhe vetë, nuk kemi lëvizur asgjë, jemi vetëm në shtëpi që nuk kemi bërë televizje sepse mendonim se do kishte drejtësi në vendin tonë. Por me sa shohim nuk ka asnjë lloj drejtësie dhe asnjë lloj marrëveshje me shtetin tonë. Thjesht kanë zgjedhur na të bojnë nga shtëpitë tona dhe mos na japin asnjë lloj rrugë zgjidhje. Jam shumë i zhgënjur nga kjo situatë. Banorët pretendojnë se gjatë gjithë kësaj kohe kanë qenë në terr informativ, pasi asnjëherë nuk janë zhvilluar me ta as konsultime dhe as nuk i kanë informuar se bashkia ja ka kaluar pronësinë e godinës shtetërore pronarëve 13 vjet më parë. Edhe tani banorët janë të painformuar se ku duhet të drejtohen, ndërsa Bashkia Durrës i tha Citizens se banorët duhet të aplikojnë me dokumentacionin përkatës për një nga programet e strehimit social. Duhet la postus ditë t'i qërcoj më betet, nona. Pa ke shku të bashkia për të pyet? Pa to do hikni të boni ku t'i kjo në shkrete, se di që të temë. T'ju japim një formular, plotësoni si status pastrehut, kur të dali përgjigja për 6 muaj kam edhe 600 aplikant tjerë për t'i stërhu, dhe ne as i zgjidhe momentale, as bonus qeraje, as se ku do vemi ne, tash i do flem rrugë. Aktualisht janë boshaticur pjesa më e madhe e shtëpive. Ka mbetur edhe 6 shtëpi që presin të lirohen me 13 nëntor, afati fundit nga zyra përmbarimore. Teksa banorët nuk ngren akuzën dhe pronarit aktual, ata presin një zgjidhje vetëm nga institucionet. Merren me këto riciklimet, majnë familjen. As për krahë sociale s'marrin, as ndihmë ekonomike, as bonus qeraje, punojmë të vetë punësuar dhe do të na marrin edhe jetën. Kaq.